Përshëndetje, në një intervistë për median e Radar.al kemi të ftuar piktorin e njohur Helidon Halitin. Le ta nisim pak intervistën me pjesën se si lindi pasioni i piktorit në këtë fushë. Faleminderit dhe juve. Edhe në fakt ka mbi 3-4 vjet që shumë njerëz fillojnë si parin me mua dhe i hecën shumë bar, kështu që Urojmë tjetër njëjta edhe për ne. Jo, do jetë se s'bën, e kupton. Që uroj mirësi në gjitha dimensionet dhe mbi të gjitha uroj që radari juaj të jetë pozitiv, jetë ai që i shpjegon pikërisht atyre që duhet të jenë të kujdesshëm me shpejtësinë dhe me gjithçka, sepse në rast se hesin kursin e dur, të them dhe studentëve të mi, gjithmonë arrinin destinacion. Si u lindi pasioni? Po, ka një gjë, në fakt është pasioni dhe sigurisht ndonjëherë janë dhe sfidat. I matë ishte piktor, kishte mbaruar liceun artistik me emra shumë të mëdhenj pikturës. Ishte koha në fakt ku Shqipëria kishte etje për art. Kishte shumë etje për pikturë, ishte pothuajse fillimet e veta në artin piktorik, kur filloi të konsolidoi shkolla shqiptare dhe ai dhe shumë emra të pikturës mbaruan liceun artistik me pedagog shumë të njohur. Duke qenë se jemi te pjesa e trashëgimisë, mendoni se e keni të trashëguar pasionin për pikturën? Egon mendoj këmbguljen dhe disa scene të qenit i mirë janë ato që të bëjnë ta duash të që quhet në fakt art. Një trashëgimi e thellë nuk e besoj se ka, por unë jam brezi i dytë, në një farë mënyrë fëmijët e mi nuk e kanë. Kjo do të thotë që unë kam qenë shumë i lidhur me babajin, pra kam ndjekur çdo hap të tij me predispozitën të mësoj dhe pastaj me qëllimin dhe ambicien t'ia kaloj. Çfarë mendimi keni për trashëgimin, kryesisht në pjesën e politikës në Shqipëri? I matë filloi jetën me ambicie shumë të mëdha për artin dhe për poezinë. Dhe politika i bëri një rren dhe një tërkëmbë shumë serioze, goditi shumë keq, për 18 vjet ai ishte, si më thënë, i dërguar në punë të vështira në fshat, e ku di unë se si, dhe më mbas ndrimi i sistemit e bëri që të rehabilitohet, ta thristin, pra duhej, si më thënë. Dhe mbi të gjitha ishte edhe në Lushnjë. Ndërkohë që unë nuk jetoj atje, jetoj në Tiranë, padyshim konkurenca është jashtëzakonisht e madhe, dhe në krye të një partie në atë kohë ka qenë një ekonomist dhe kishte nevojë për idealist si punë e Fasliut. Ndërkohë që në krye të politikës nga ana jonë është një piktor i cili nuk ka nevojë as për piktor, as për këshilltar dhe sigurisht as për aleat. Aq më tepër që ministrin e tij, Krau Djath, e ka piktor gjithashtu siç është Blendi Gonçe. Kështu që nuk e besoj se politika do të ketë zëmërgjësi ndonjëherë të mëftoj, po ju garantoj një gjë që politikan më mirë se babai do të bëhesh 100 herë, sepse i matë nuk ishte politikan. Nuk e bëri mirë atë punë në asnjë mënyrë. I matë nuk e kuptoi pse bëri kompromisin që fut në politikë, por padyshim dha një, si më thënë, fund një pension ku u plak me dinjitet, edhe pse në 40 metra katror shtëpi u largua, duke pas parasysh që vinte nga një familje jo e varfër, dhe poema e tij që Degdisi, Dielli dhe Reket, u bë pikërisht kundër burgëcisë dhe sepse atyre i shëmën atë shtëpi ose vilë si quhet mund mes të Lushnjës që kishin atë kohë, dhe e zuri planin dhe aty nuk i dhani shtëpi. Babai im nuk ka lënë postulata ndaj meje, nuk ka lënë këshilla, sidomos në politikë, por në një moment caktuar kur pata një ftesë, si më thënë modeste, më sot Elidon, të lutem, nxito ngadalë. E vetmja këshillë që më dha. Do të them diçka që jam duke menduar paktën vitin e fundit, kur kam filluar emisionin tim në Radio Televizionin Shqiptar dhe më duhet të njoh më shumë personazhe dhe më shumë njerëz që nga me shumë fat që kanë bërë karrierë në këtë vend.
ky është vendi më i vështirë, po më i vështiri që ekziston për të bërë karrierë si artist. Dhe kjo më habit, duke njohur njerëzit, pengesat janë më të mëdha. Dhe sigurisht që ky është një vend ku që të bësh karrierë, ti duhet të kesh parasysh, duhet të jesh patriot i madh. Nuk po do bëj ironi për ato që do them, por që të jesh patriot i madh nuk do të jesh i ndersh. Nuk do të jesh padyshim njeriu që nuk di të vjedh. Do të jesh i pandershëm, duhet të kesh mundësi që të shkelesh mbi vllain tënd, do të kesh mundësi të shkelesh mbi babain tënd, mbi gruan, mbi fëmijët, mbi gjithçka, që të kesh mundësi që të bësh i pasur dhe më mbas të thrasësh rasa të tjera që ta mbrojnë këtë vend. Pra, ka një nocion e keqja dhe e mira, të cilat shoqërohen mira vite ose të paktën 500 vjet të fundit ku është ndërgjegjësuar shoqëria. Dhe gjithmonë na shitur që e mira është e mirë dhe e keqja është e keqja, dhe ata që e shesin këtë, në fakt janë më të këqinjt, ku që shesin produktin e të mirës. Dhe kjo është habit, populli thotë ndonjëherë bëj atë që the mund dhe mos bëj atë që bëj unë. Pra, ta mendojmë njerëz sikur të bëhemi të 2.4 milion të këqinj. Dhe pasi kemi shfrytzuar dhe kemi ngrënë njëri tjetrin, ftojmë rasa të tjera këtu dhe shfrytëzojmë ata. Të jemi një lloj. Kur të jemi një lloj do të bëhemi më të fortë, se shumë e çuditshme. Ne jemi si puna eksperimentit të minjve ku në fund fillon të hanin njëri tjetrin. Pra është një gjë që ndodh në Shqipërinë tonë të çuditshme. Unë vetë kam filluar në rinin time, isha idealishkata dhe shkova në emigrim dhe kuptova që duhet patjetër të bëhesh një idealist. Sot e kuptoj që në fakt bota ka ndryshuar në mënyrë marramendse, pra e keqja po fiton. Atëherë pse mos ta përqafojmë të gjithë të keqen që ndoshta duke bërë shumicë, ajo mund të ketë vetëm një nocion. Nuk do kemi alternativë, domethënë. Po. Çfarë ju shtyu të emigroni drejt Greqisë? Rryma, për hir të vërtetës, pra ishte një virus që u përhap në mënyrë marramendse. Sigurisht dëshira për të parë vende të tjera, padyshim, dëshira për të mbaruar shkollën e jetës, sepse ajo që mbarova ishte thjesht një shkollë e cila që momenti që u bë nuk ishte më universitet, sepse ne ishim gjithkohës në për greva, në për demonstrata, pra ishte kohë që po ndryshonte sistemi. Dhe më rëndësishme është në fakt që të kuptoj që më bëri që të kthehesh. Po. Pse u rikthyet? U riktheva pikërisht sepse nuk më bënte më xhaketa e një vendi të huaj. Pra kuptova që nuk më dhimbse ai vend dhe unë prapë i sillesha shumë mirë. Dhe thash që unë me që jam kaq zemër mirë dhe kam kaq shumë gjëra për të dhënë, pse mos të jap në vendin tim? Dhe erdha i dhash, dhe vendi im në fakt më ka dhënë shumë gjëra, vendi im. Por njerëzit e mi kuptova që shpesh herë janë ajo fabula e fëmijës që shef mbretin vetëm lakuriq. Kështu që unë mendoj që dikur propozoja të bëjmë portret, po sot do t'i propozoj të gjithëve që t'i bëj nga një nudo, sepse shqiptarët e kanë shumë të nevojshme që ta nxjerrin veten lakuriq në të gjitha dimensionet e tyre, sepse është një shoqëri. Mendoni që përdorim maska? Para maska është gjë më pozitive në fakt, sepse hipokrizia është kulmi i civilizimit ndonjëherë, sepse s'mund të jemi 100% vërtet. Pra nëse ju do më provokonit të thosha të vërteta ndaj jush, do thoshe që nuk e njoh, dhe ky është privilegji juaj. Ju më njihni, unë nuk e njoh. Po mendoj sikur ju të thoshit atë që ndjeni për mua, sepse më njihni më shumë. Atëherë këtu ndoshta o do të qanim të dy, ose do të qeshnim, ose unë do shikoja veten në pasqyrë, por pastaj është fjala interpretim, do thosha ku më njeh ti mua. Pra është një lloj, si më thënë, disproporcione ku shpesh mendoj se maskat janë të domosdoshme. Sepse nuk mundet mund të shkojnë lakuriq në shkollë me student. Nuk mund të them gjithçka në shtëpi. Padyshim që është një lloj gjëje e tillë, pikërisht sepse ka disa rregulla. Ka disa standarde që nuk kemi vënë, ne i ndjekim ato. Kështu që maskat nuk janë gjithmonë të këqija,
janë, do thosha, goxha pozitive, sepse ka gënjeshtra të bardha, ka dhe gënjeshtra të zeza. Dhe nuk po flas për këto maska. Problemi është që ka një disproporcion ndërmjet pushteteve. Pra pushteti i parë, që është politika, ka një shkputje të jashtëzakonshme nga pushteti i dytë, nga pushteti i tretë, dhe ka një barazim me pushtetin e katërt. Por elita e pushtetit të katërt ndonjëherë është me vijueshmëri më të madhe se sa elita e pushtetit të parë. Sepse pushteti i katërt, që është media, është më kompakt mes vetit se sa vetë politika. Pra, vetë fjala që i ridom pse je vetëm piktor dhe deri dje dhe sot je dhe, si më thënë, në një farë mënyrë gazetar. Pikërisht sepse kuptova që e kisha më të lehtë filloja nga pushteti i katërt sesa nga pushteti i parë, i cili shpeshherë nuk më bën për arsye jo komoditeti, por për arsye totalisht fizike dhe organike. Pra, të jesh politikan do të jesh 100% i shëndetshëm. Ndërkohë që të jesh i pashëndetshëm dhe të jesh politikan të i bësh dëm vetes, kjo më duket gjë më absurde. Dhe me sa kam parë politikanët tani janë gjithë smur, pra smur fizik, dhe pastaj bëhen smur psiqik dhe të pangopër. Pra është një gërshetim shumë i çuditshëm, ndërkohë që unë kam parë ndryshe. Gjë që ja kam thënë shpesh, edhe ish profesorit tim, që nuk është e rëndësishme duha shqiptarët. Politikanët tanë merren me shqiptarët, nuk merren me Shqipërinë. Dhe ky është një gabim shumë i madh, se thotë shqiptarët më japin votën, nuk më jep Shqipëria. Në fakt, në rast se do përmisoni Shqipërinë dhe nuk do merreshin fare me shqiptarët, as do donin votën e tyre në një farë mënyre, po të merreshin me një ideal që të bënin Shqipërinë, do ishin dhe vetë mirë. Por ne jemi një reminiscencë e kaluarës, pra ka dy gjëra. E para që do të bëhemi më keq që të themi që sistemi i kaluar ka qenë i mirë, që është në fakt shumë e çuditshme, ose e dyta vim nga një sistem totalisht egocentrik, ku padyshim lindi përbindësa për të pasur një vijshmëri të tillë. Duke qenë se cekem pak pjesën e politikës, ju jeni një ish student i zotit Edi Rama. Në pikpamjen tuaj, Edi Rama më mirë si një pedagog apo më mirë si kryeministër? Jo, ka gjë. Tani isha me shok. Dhe e njoh që fëmia të djalin, kemi qenë në një klasë dhe ai na tregonte histori të vërteta, ose më saktë tregonte pralla si histori të vërteta. I lexonte Jules Verne, dhe të nesme vinte na shiste në si aventurat e tij dhe brenda vetes time ai do jetë gjithmonë magjik, si më thënë. Por ka një zhvillim disproporcional të karrierës time me të tij. Ai ishte ekonomist, unë jam piktor, dhe e përshëndesim njëri tjetrin në lagje, sot ulëm dhe ndetëm goxha gjatë. Dhe sigurisht që çështja e ditës është zgjedhjet dhe padyshim Edi Rama. Edhe më pyeti, i thash nuk jam fare në hijen e tij. Si tha, nuk je në listën A? Unë thash se jam as listën Zh, për hir të vërtetës. Dhe në atë kohë kalon një, që mos ta përmend se do duket se jemi në prag zgjedhje dhe ama na monitoron, një politikan tjetër me 5 vajza shumë simpatike. Unë si piktor padyshim nuk e humbas këtë rast. Dhe ai më përshëndet dhe unë i dhash dorën. U tregu shumë i zgjuar dhe tha mos i bëni fushat i djalit. Duke menduar që unë jam i garantuar që do jap votën Majtas, me që i mat ka qenë. I thash, a di se shpuna, kush e do sot Edi Ramën, duhet këtë fuqi të thot vërtetës. Unë nuk jam kaq altruist, të jemi sinqert. Dhe nuk mund të them që kam aq shumë kohë sa që t'i kushtohem dhe ta duaj shumë sa që mundet t'i jap një konsiderat se çka ka bërë më mirë etj. Por di një gjë, që në të gjitha dimensionet që ju thatë apo zhanret, harruat qenit basketbollist. Nuk ka qenë basketbollist i mirë Rama, por pas ka qenë një trajner i jashtëzakonshëm. Ndërsa për sa i përket artistit, unë nuk do doja kurrë që një piktor të dështonte në gjithë dimensionet e tija. A mendoni se vlerësohet një artist në Shqipëri? Piktori ka një gjë që
Përpara tablos vendos ai se kur do ta fshi tablon. Kur do ta fshi dhe ta filloj nga e para. Ose kur do ta fshi tablon, ta lëri 4 vjet pa e prekur dhe ta marri mas 4 vjetësh se ta bëj një kryevepër. Metafora ime mendoj se është mjaftueshëm për sa i përket kësaj. Për sa i përket pastaj artistit, a vlerësohet në Shqipëri? Po, aq sa duhet. Janë dy gjëra të ndryshme. Artisti dhe arti. Po. Në Francë, Franca është vampire për artistin dhe është një ëngjëll për artin. Tashi, unë mendoj se klientët tanë më të mirë janë doktorë. Janë dentistët, intelektualët, pak në perëndim, ata blejnë shumë pikturë. Nuk blen piktori tek piktor. Kështu që kjo është një metaforë e dytë, që po them. Ka një gjë tjetër, pastaj që duhet të jemi shumë koshient në gjithë të restaurimet që po bëhen në galerisë kombëtare apo gjëra, mendoj që mas 4 vjetësh fillon loja thonjse e vërtet mbi artin, pikturik të paktën. Por dëmi që ka psuar brezat duke humbur instinktin e të bërit art i cili ka shekuj që është ndërtuar, na çon detyrimisht në një lloj shoqërie eksperimentale ose ato që ne quajmë rëndomt arti kontemporan apo arti instalativ. Arti pikturik ka psuar shumë dëm në mungesën e sallave. Ndërkohë që besoj se janë zhvilluar zhanret e tjera. Kemi një dashnor të teknologjisë të jashtëzakonshëm që do më shumë të nesërmen se sa të djeshmen, ose djeshmen nuk e llogarit fare. Është një filozofi më vete, cilën unë nuk e përqafoj se nuk e njoh, nuk e di a kam mund të drejtë apo jo. Jam pikërisht në një periudhë dileme, por di që në demokraci secili do ka të drejtë të studioj çfarë të doj dhe të mësoj çfarë të doj. Po di edhe diçka tjetër, që arti nuk është një proces demokratik, fatkeqësisht. Madje është një proces totalisht diktatorial, ku i pari do të mbetet i pari dhe nuk do me ja ditë fare për të dytin. Kështu është ky lloj, si më thënë, ky lloj specie që prodhon arti. Kështu është dhe artistin vetvete. Keni ndjerë ndonjëherë xhelozi nga kolegët tuaj? Xhelozia është pjesë e shtysës. Na bën të patjetër, ka çdo gjë ka brenda saj, nuk është ka vetëm xhelozi. Problemi është që ngatrohet ndonjëherë kur ai të bën një kritik, ne themi është xheloz. Nuk është ashtu. Merret për keq, po. Njeriu do të ulet dhe duhet patjetër ta marrë në konsiderat një gjë. Ajo që nuk më pëlqen është që të bëhet art për shkak të xhelozisë, për shkak të mllefit, pra nuk shijohet ai që arti është gjë shumë e bukur, duhet shijuar. Dhe procesi që ne ekzekutojmë është i tillë, ne kënaqemi kur ekzekutojmë, kur pikturojmë, por nuk kemi të kënaqur kur ekspozojmë, sepse ka përballje me publikun, ka përballje me mediat, të cilat kanë një kontribut jashtëzakonshëm për artin piktorik. Ndihmojnë shumë, siç po bëni edhe ju sot. Kështu që mendoj që është pjesë e të tërës, edhe xhelozia dhe çmira. Dikur në komunizëm apo socializëm, artisti ka bërë dëm artistit. Edhe fizikisht, por nuk i ka bërë dot dëm emrit të tij. Që do të thotë që ne dim shumë mirë që kur lufton tjetrin dhe jemi të smirëzin ndaj atij, ne sapo bëm një artist me emër, siç është ka shumë raste në histori. Edison Gjerko, për shembull, ka bërë 10 vjet burg dhe pastaj vdiq shumë i ri, pikërisht i dënuar nga, por ka një emër shumë të masat që nuk e ka askush tjetër sa ai. Cinike është për të vërtetës. Njeriu duhet di këtë jetën apo sakrificën ndaj saj. Piktori t'i intereson shpesh emri që të mbetet mbas tij, por në këtë vend që jemi ne, duke pas parasysh që nuk ka shumë ndërgjegje për të djeshme, dhe ka shumë vlerësim dhe habi apo kureshte për të ardhmen, duhen matur mirë gjërat. Mendoj se është shprehje e madhe greke pan metron ariston, pra çdo gjë me mas prek perfektën do ishte e domosdoshme. Në rrjet ju keni bërë një deklaratë të bujshme që ju keni arritur të bleni shtëpitë tuaja në Greqi. A mendoni se një piktor në vendin ton vlerësohet nga ana financiare aq sa duhet? Janë të mjaftueshme këto të ardhura? Shiko, në media unë kam thënë që punova në Varrezë dhe bleva 3 shtëpi.
Po. Që në fakt Greqia ka pasim periudhë që punojmë shumë dhe merrem shumë. Shqipëria në atë kohë ishte çmime shumë të lira. Zgjuarësia ishte që duhet investojnë në momentin e duhur dhe sigurisht që ëndra dhe interiu dhe me 100.000 euro unë kam bler 3 shtëpi. Kam 17 vjet në Shqipëri dhe kam shitur aq shumë piktura, seriozisht, edhe nuk e besoj se mbetet në një shtëpi pasuri pa pas pikturat e mia, nuk kam arritur dot të blej asnjë kasolle. Që do thotë që zhvillimi nuk është paralel. Pavarësisht se çmimet e pikturave të mia ndonjëherë kapin ndonjë rekord, po janë shumë sporadike. Mendoj se kjo është pikërisht për qëllimin që unë kam marrë në Shqipëri. Nuk kam ardhur të blej shtëpinë në Shqipëri. Unë kam ardhur të jap ç'a mësova ande. Pra shfrytëzova një vend tjetër për të investuar në vendin tim dhe ky është lajmi në fakt. Pra nuk hodha asnjë lek në Greqi. I hodha të gjitha në Shqipëri. Sot sakrifikoj nga lekët që nxjerr pikërisht për të investuar në art, siç është një nga investimet e mia më aventureske në Belç, kam bërë një galeri, ishte braktisur totalisht, pa dritare, pa gjë, e hodha goxha djers e mund atje 4 muaj e ca, ndërkohë që ka, si më thënë, që në 2016 që kam zbuluar, dhe është fiksa e shpreha që bëre një vrim në ujë sepse dikush këtu ka plane të tjera për hir të vërtetës. Pra, listat janë bërë në vitin 1990. Dhe këtë e them edhe në mënyrë metaforike, por në mënyrë absolutiste. Unë nuk isha në ato lista. Dhe fakti që kam bërë karrierë jam mirënjohës të gjithëve që më lanë të ikja. Dhe më çudit në fakti që duke njohur më mirë Shqipërinë, tani nuk e kuptoj se si kam bërë karrierë kaq të madhe, kur nuk më ka ndihmuar konkretisht askush, si për shembull, kryeministri po të vëshëre si shahisti papari merr njerëzit brenda ditës, bulon 5 ministra, 15 a 20 vëns ministra, apo mund të ndrojë sa herë të doj. Pra, luan shumë kollaj. Ndërkohë që është thyer si në një farë mënyrë hierarkisë, ka njerëz të cilët sakrifikojnë për të arritur diku, për të arritur diçka. Dhe e vën re që gjithkohës shpejtësia e anijes me atë të personit që e ndjek është e barabartë, që do thotë që nuk arrin kurrë. Ndërkohë që gjesh, si më thënë, rrugës njerëz të cilët janë gati duke u mbytur dhe ti vendosësh në hierarkinë e drejtimit të anijes tënde, është një eksperiment i cili ndodh shumë rrallë në botën e konsoliduar, sepse bota e ka shumë të thjeshtë. Ti do bëhesh i pasur, se si bëhesh i pasur është çështja jote. Pastaj do vish ti japësh paratë tek mua, që un kam një shkollë fëmijësh, dhe ti do sjellësh këtu fëmijën, dhe pastaj ai fëmijë do të shkojë në një shkollë tjetër, po tonën, dhe pastaj në fund do të shkojë në Harvard, dhe që aty e ka të garantuar punësimin. Askush nuk luan me hierarkit në botën e organizuar. Ndaj janë më mirë se ne, do të jenë përjetësisht më mirë se ne. Ndërkohë që ne nuk kemi organizime të tilla. Pra do të ishte shumë e udhës, po shumë e udhës që fëmijët e hierarkisë së para 90-s tu dhishnin sot, s'ka si gjë të keq. E kanë bazën ata, patjetër. Por do të ishte shumë e udhës që padyshim të një edhe hierarkia tjetër. A ke ndërtuar shkolla? Pra këto shkolla prestigjioze duhet patjetër të krijojnë produktin e tyre. Shumë shkolla ime, ku unë kam studiuar, si dhe vetë profesor Rama, e ka thjesur produktin e vetë. Pra ato e mbajti pedagog, mua më mbajti pedagog mas shumë fites. Kjo është gjë shumë e mirë. Ndërkohë që e njëjta logjik do të eci edhe me nën produktin. Pra ti ke nisur në 90-ën, po të themi, e bërë një revolucion dhe nuk e ke bërë vetëm. Pra është e jashtëzakonshme kjo që bën Rama, që merr Blendi Goxhën. Blendi ka shumë kontribut në vitet 90 dhe është djalë shumë i aftë. Unë e kam pas në shkollë, dikur kam pas komunikim nga momenti që u bë ministër, ja hoqa numrin fare, pra nuk dua ta bezdis dhe them seriozisht. Jo, është një mënyrë e imja komunikimit që mos i bezdis njerëzit, nuk i mbaj fare numrat,
Se përndryshe vokacioni im artistik, si njeri intelektual, gjërat nuk më pëlqejnë, mund ta bezdisja duke i shkruar. Më kupton? Dhe mendoj që unë kam një detyrë absolute që të shprehem në media, pra mediat private siç i kemi, ato sociale, dhe ndonjëherë kur më ftojnë të mendimin tim. Në një bisedë pardje me një koleg i cili është emër shumë i madh, po s'jam autorizuar ta them, dhe ai u bezdis, tha më pyesin shumë për Ramën dhe kam vendosur mos të flas më. A di pse e tha? Dhe tha shumë bukur fakt. Se po ta pyesin atë për mua i s'ka për të kthyer asnjë përgjigje. Ju garantoj që është emër shumë i madh se unë, edhe në moshë, edhe në gjithë, domethënë hierarkitë, se ka një hierarki, pra me titull, me kështu. Dhe në fakt ka shumë të drejtë. Në intervistat e juaja të mëparshme, ju keni përmendur pak edhe njohjen me parashkrivi Simakun. Ajo është edhe zënkën si student. Mirë, parashkrivia qelloi që e kam pas në bankë, se ne bënim historinë e partisë, e bënim bashkë dhe lëndët e përgjithshme. Unë jam shprehur në fakt për parashkrivin dhe thash lejojeni të luaj filmin e saj, dhe filmi i saj ishte ashtu se ajo po ndërtonte. Nuk jam aq i aftë sa të kuptoj në fakt se si punon mendja këto, por ishte një vajzë shumë ambicioze. Sigurisht që sistemi e përdori talentin e saj, duhet ta bëj këtë sistemi. Pastaj se si e konverton ajo për Gdhelin është çështje personale. Pra sistemi nuk është se për Gdheli vetëm parashkrivin, po marrim rastin më shumë në të njëjtën kohë ka dalë Manjola në Albani, e cila fitoi dhe çmimin e parë mbas në diku në vitin 90, në mos gaboj 89-ën. 89-ën ka marrë festival. Manjola e njoh botën dhe ishte, si më thënë, koshciente për atë që bëri. Parashkrivia ishte më onirike, pra ishte mendonte se do kapte atë që ajo quhen Louvrin, Louvrin e këngës, pra që quhen Hollywoodin, gjë që nuk funksionon kështu. Ato që unë thash më përpara, çështja e hierarkisë, janë absolutisht rasti i parashkrivisë. Parashkrivia është produkt i sistemit. Dhe në rast se sistemi e dërgonte, e mbronte, i vishte atë kostumin antiplum dhe e çonte në Hollywood, do kishte sukses. Sistemi lëngonte për vetë. Dhe nuk çoi as piktorët, as artistët, as kënd nga ky që të pushtonte botë, por çoi inteligjencën e vet që të sillte produktin e mbijetesës në Shqipëri. Dhe kjo ndodhi. Pra gjithë inteligjenca shkoi gjeti tregun, fillimisht e miqt, qoftë të majt nuk ka rëndësi, pastaj penetruan tek kapitalistët dhe filluan dal nga dal të ndërtonin Shqipëri me forcat e tyre si dhe komunizmin. Ndaj Shqipëria lëngon sot. Sepse fanatizmi dhe patriotizmi agresiv e bën që ti shpinë ta mbash me qerpiç. Sepse do shumat tradit. Ndërkohë sot në fakt komandohemi nga njerëz që nuk e respektojnë shumë këtë traditë. Ndaj mbijetojmë me një shpejtësi të çuditshme. Që do thotë që ata ndërtuan vetë Shqipërinë dhe donin ta ndërtojnë me forcat e tyre. Ndërkohë që gjithë vendet që janë zhvilluar më shumë se ne, i kanë hapur krejt dyert, pra është shitur vendi tek bizneset e huaja, dhe me rastin e tyre, bizneset e huaja janë të varur nga familjet mëdha dhe ndaj nuk e gjen gjë vjen. Po themi rast, po marr një rast. Sepse ata kanë një perceptim kozmopolit, ndërkohë që ne jemi kalojmë akoma fanatizëm dhe një provincializëm ekstrem. Unë mund të jem dhe me këtë dytën, provincial dhe unë për vete, nuk është çështja atje. Por thjesht mendoj se mund ta shpjegoj. Dhe parashkrivia mbeti si jetime, absolutisht. S'kishte njëri kohë të merrej. Dhe nuk është se ka ikur vetëm parashkrivia, ka shkuar Nazmi Hoxha. Ka shkuar, po themi, një mori piktorësh, po Bashkim Ahmeti është akoma atje. Apo shumë të tjerë tani që mos marrim edhe këngëtar. Ata këngëtarët e gjenin më mirë veten sepse këndonin shqip me shqiptarëve dhe ekonomikisht rregullohesh. Ajo kishte një ëndër dhe revolta saj ishte që pse sistemi funksionoi në formën e shqiponjës, e cila e mori breshkën, e ngjiti, domethënë 500-600 metër sipër, dhe breshka kujtoi se po fluturonte bashkë me shqiponjën. Ajo lëshoi dhe bëri copash. Pra,
dhe mosha sigurisht padyshim bën të veten. Sot ndodhi në fakt që një krijesë po mundohet ta ridimensionoj. Personalisht më duhet të jem indiferent sepse unë e kuptoj sakrificën e njeriu i cili i jep dorën dikujt. Aq më tepër që ai dikush ka aftësi të veçanta. Nuk po them gjë tjetër. Njerëzit me aftësi të veçanta janë shumë të vështirë. Sepse artisti vetë shpërgëdheli kujton se kur në botën e mbajmë ne. Pak bota mbahet nga ekonomia. Bota mbahet nga disa struktura të tjera. Mendohet tani se kur Rama për shembull t'i bënte gjithë piktorët t'i jepte pushtet në qeveri. Nuk funksionon ashtu. Ose pak a shumë. Apo të hapte vetëm galeri arti, që për mua mirë do ishte. Sepse unë e them hapur një gjë. Më mirë lavatricia të funksiononte me art sesa me arkitekturë. Sepse në fundit do ecnin fushave. Dhe arti është një dimension i kufizuar i cili do të shtektonte në përbot lehtësisht, ndërkohë që kullat po na marrin frymën. Jo se jemi kundër zhvillimit, por është e tepruar. Nuk është më komode, nuk ndihesh më mirë, pra je ke hyrë, si më thënë, në atë qarkun që e ke ndërtuar po ti. Kupton, bëm sakrificë, kohëm, punuam jashtë, thollëm para për ndërtuar, po tani është bërnam. Pra, në qoftë se do ishte zhvilluar arti në 91-shin dhe të funksiononte lavatricia fatkeqësisht, të them këtë, me pikturë, po unë shoh që të gjithë ata që suportojnë artin, fatkeqësisht e kanë ngrënë. Kush e mbështet artin, del nga vorbulla, del nga loja. Deri më sot, a mendoni se keni lënë diçka peng që duhet ta realizoni në të ardhmen, apo mendoni se i keni realizuar të gjitha? Kam thënë dikur që ëndra ime më e madhe është që të bëj ekspozita në Shqipëri. Shqipëria nuk e ka infrastrukturën për ekspozita. Por para 2 javësh kisha ekspozitën Prestanome, që për mua vërtet ndihem shumë mirë për emrat që i vë. Ne jemi gjithë një Prestanome, duam s'duam, fatkeqësisht. Çdo gjë është Prestanome në Shqipëri. Tani e kam rishtas atë ekspozitë në 4 maj në galerinë Dybot në Belsh, dhe padyshim me suportin e Ministrisë Kulturës, si të jemi sinqert, kjo më bëri që të bëj, sepse këtu nuk ka mundësi që ti përshtatësh datave të Ministrisë, bësh ekspozitë, po shtemi në Tiranë, dhe kishte një kakofoni ndërmjet datave, kështu që shmungesa sallave më bën që unë të ndëroj ende. Në rast se këtu do kishte salla optimale dhe unë do t'i kisha mbyll gjithë të qarkun, do t'a kisha mbyll dhe karrierën time. Në këtë moment kam nevojë të hesht. Në fakt jam pak i pezmatuar, jo prej politikës e kështu gjërash, por ndoshta është periudha që njeriu kupton që ka dhënë shumë pa marrë pothuajse asgjë. Pra, ajo që kam dhënë në Shqipëri, uroj t'i kthehet mbrapsh fëmijëve të mi, se unë nuk e besoj se i marr dot. Dhe i bërë shumë aktivitete, po shumë në mënyrë altruiste në Shqipëri, gjë që është shumë e gabuar në raport me tregun, jemi në kapitalizëm. Në kapitalizëm nuk duhet të punosh falas, sepse do thotë që je kundër sistemit. Dhe fatkeqësisht unë kam rënë në këtë graz dhe nuk më bën që mos të ndihem shumë krenar kjo gjë. Kuptoj. Ndër ekspozitat e realizuara deri më tani, cilën do cilësonit më të veçantën? Në fakt, ajo e vitit 12, pra 2012 ka qenë një super ekspozit te Galeria Kombëtare, dhe për shkak të institucionit i cili në këtë moment restaurohet. Por kam bërë një ekspozit në Shkodër, vjet, udhëtarët e Kotësisë. E kam shijuar shumë atë ekspozit, jemi sinqert. Më ka pëlqyer sepse unë fus historinë time në të gjitha veprat e mia. Dhe ajo ishte plot ngjarje, plot histori, dhe kush e kuptoi, kush e ndjeu. Dhe mendoj se e kanë kuptuar goxha. Pra atë ndoshta do të veçoja. Ndër emrat që përzgjidhni të titulloni, le të themi, ekspozitat, ka ndonjë lidhje
midis pikturës? Është pyetje fantastike, po fantastike. Ka një tendencë në fakt gërshetimi ndërmjet rrjeteve sociale apo të gjitha rrymave të kohës. Pra në moment saktura kanë futur një lloj hip-hopi që s'është përdorur në artin pikturik, pikërisht Keni sjell njërisi? në logo. Mendoj se është sjell njërisi, pra nëse se YouTube ndonjëherë t'i lejon, po shohësh të titujt e të gjithë atyre pikturave janë një lloj hip-hopi, pra kur i bën dikujt, e kupton? Pra shkardhatët e lagjës përballë. Po. Ose hajduti xhepave, ose ku di unë kemi shumë palluar duke. Pra janë disa që janë shumë pikante, interesante, por Shqipëria nuk ka kritik. Unë të falenderoj që e bëre këtë pyetje. Shqipëria nuk ka kritik se në fakt normalisht do të merret seriozisht. Pse? Sepse mund të kthehej në një rrymë të tërë, pra fillonin studentët nga ana tjetër dhe të goditeshin me tituj, veprash arti. Dhe ka shumë momente, ndoshta me 10, po mos them qindra piktura, që janë shitur prej titujve. Dhe kjo nisi nga një pikturë e vogël, ku kisha ato faksimile që i bëja me poezitë e babait tim. Dhe ishte një pikturë e vogël ku ishte një nudo me atë tani sipër ku thosha tapash. Dhe atë pikturë në fakt ju mbi ngarkua çmimi për shkak të titullit, dhe unë e mbajta vetë, sepse domun e kërkuan mbi 20 sa veta. Pra sot presin titullin më shumë se sa koloritin. Dhe këtu më vjen mirë se që të shohësh sa rrjedhshmëri do ketë gjithë biseda jon, kthehemi tek konkurenca me babain. Po. Ajo që thashë nuk ka konkurrencë, ka bashkëpunim, domethënë i cili është brymosur. Këtë e thoni për shkak të marrëdhënies, duke qenë se jeni baba dhe bir, apo mendoni se në art nuk ka konkurrencë? Jo, në art ka vetëm konkurrencë për hir të vërtetës, kështu që por ka dhe bashkëtesë, siç është ky rasti tani. Sepse shpesh herë kur jemi fort vjen keq për atë përballë. Ndërkohë që me mua ndodh e kundërta, për shembull gjithë shokët e babait më thonë babain e ke pas shumë të mirë, pra që ti vetë si e gjë, domethënë je si ajo vepra ime që kam qytur muti kapic. E ke parasysh që për mua edhe është një nga veprat më të mira që kam bërë, jo për shkak të titullit në këtë rast, sepse unë veprën e quaja muti, ndërkohë që dikush e quajti muti kapic, dhe unë ja pranova, ta në shkreli. Dhe me bukur ishte se merdi kliente për ta blerë atë veprë, dhe unë nuk e njoha që ajo ishte një biznesmene, dhe i thash, makuteria, këtu tregon që i deri pangopër, ja kyksi për kështu, gryksia, dhe dhe sa çmimi i thash atë çmimi që mos ta bëjmë lojë, tha, e doj thot bjes, unë më pëlqen shumë piktura dhe për me këto që më tha ky, çfarë ta blej, dhe nuk e ble. Sigurisht, dhe thash kush është i pasur në këtë mes? Sigurisht unë, që nuk e shit. Pra ndonjëherë brendshmja jonë na provokon gjëra të tilla që ne mos të bëjmë marrëveshje me ato që kemi përballë. Për një mbyllje të intervistës me një pyetje epike, çfarë do të thotë TVSH për ju? Shiko, në fakt shumë interesante. Unë s'doja t'ikja kurrë nga radio televizioni shqiptar. Kam një intervistë mbas një jave me Engjël Ndocaj. Engjël Ndocaj më ka bërë një emision në 87. Ai ka qenë drejtuesi i një programi rinor të radio televizioni shqiptar. Sigurisht që ishte komunizëm në atë kohë, ishte. Dhe kur erdhën lushnjë që të më filmonin, se unë kisha marrë çmim në Oslo të Norvegjisë, gjë e çuditshme. Dhe më thotë ore ti ke flokë të gjata. Unë nuk ja bëra këtë në intervistë të pyeti. Ai ka ngeli mrekulluar. I thash në shtëpinë time je ti mbreti. Dhe jam pozitivist në të gjitha. Unë kam ftuar shumë që por që s'dua t'i them në këtë moment, por Engjëllit nuk ja thash të gjë, nuk e vura siklet, si më thënë, gjë që çfarë sikleti ka, i respektoj kohën, po në ato nuk e bëra pyetje. Dhe më thotë shko qethu të lutem, dhe unë shkova edhe i qetha, i ruajta kokën nga mbrapa dhe nuk filmohesha më. Pra isha i pa filmueshëm. Dhe më morën plane nga afër shumë dorën dhe nga larg në Divjak, do ka pas i bëra miq pasaj të gjithë ata dhe për më pas sigurisht si antar i kësaj drejtues, ku padyshim dhe ajo kishte kontributin e vet, por dhe ato momentin e si arrestimi Thoma Gëllçit, më pas një lloj rehabilitimi, këtu ndodh në Shqipëri. Kështu jemi, ne si Sizifi, ngriu ul.
Por nuk doja që emisionin tim të bëja në asnjë media private, sepse Radio Televizionit Shqiptar absolutisht është mëma e të gjithëve dhe për mua është një media shumë serioze nga kushdo që të drejtohet. Ata kujtojnë se drejtojnë, po është një deep state brenda Radio Televizionit Shqiptar që e mban, e do, e ka si familje. Pra do të thosha një familje e madhe që unë nuk doja të ndroja kurrë. Duke ju falenderuar për intervistën, ju urojmë shumë sukses dhe pse jo të shihemi në një intervistë të dytë. Faleminderit shumë. Edhe ju uroj sinqerisht shumë sukses. Faleminderit.